Ende vazhdon procesi i numërimit të votave nga diaspora shqiptare në Greqi për partitë, por nuk pritet më asnjë ndryshim në ndarjen e mandateve mes forcave politike. Partia Socialiste udhëheq me 850.000 vota e 83 mandate, ndërkohë që Partia Demokratike ka marrë deri më tani 528.000 vota e do të ketë 50 deputet në parlamentin e ardhshëm. Adriatik Lapa, edhe pse ka marrë 63.000 vota, ka fituar vetëm një vend në parlament. Një vend fitoi edhe Arlin Çori me Lëvizjen Bashk. 2 mandate i mori Mundësia Agron Shehaj dhe 3 mandate i fitoi Tom Doshi me Partinë Social-Demokrate. Në këtë fazë vëmendja është vendosur tek vota e kandidatëve, pasi diaspora pritet ndikojë tek politikanët që do të hyjnë në parlament. Në 6 qarqe ka nisur numërimi i votave preferenciale për kandidatët e gara më e fortë është në Tiranë. Tashmë duket se Blendi Gonxha, Erion Braçi, Ervin Hoxha, Fatmir Xhafa e Anila Dena janë konfirmuar deputet, por kur janë numëruar 10.000 zarfa nga 42.000 në total, bie në sy diferenca e ngushtë mes 4 kandidatëve socialist. Ornaldo Rakipi deri tani udhëheq ndaj Xhemal Çefalis, por diferenca mes tyre është rreth 200 vota. Olta Xhaçka udhëheq ndaj Blerina Gjulametit, por diferenca mes tyre është vetëm 27 vota. Në Partinë Demokratike Jorida Tabaku vazhdon të jetë më e votuara e diferenca mes saj dhe Ilir Ali Mehmetit është 2300 vota, edhe pse deri tani mjeku Ali Mehmeti ka marrë më shumë vota në diasporë. Vetëm në Kukës numërimi i votave të diasporës ka përfunduar edhe për kandidatët edhe për partitë politike. Vota e diasporës përmbysi rezultatin për kandidatët në këtë qarke. Në parlament do të hyjë Isuf Çela, i cili mori në total më shumë vota se Shkëlqim Shehu.